Të nderuar shikues, u rikthyem në studio me personalitetin e ditës sotme dhe temën për të cilën edhe sot do të flasim. Dim që Ramazani është muaji i solidaritetit, ku njerëzit bëhen më human, më bëmirës me njëri tjetrin dhe njëkohësisht tek njerëzit ngjallet më shumë ajo ndjenja njerëzore për të ndihmuar sigurisht ata të cilët janë në nevojë. Ne do flasim sot për forumin rinor islam, duke përmendur aktivitetet që janë realizuar e që pritet të realizohen gjatë muajit të Ramazanit, por edhe në përgjithësi për qëllimin e këtyre aktiviteteve dhe aktivitetet edhe jashtë këtij muaji. Për të folur për një temë të tillë, ne do të ndalemi konkretisht në FRI-n Degës së Tetovës dhe kemi nderin që në emisionin tonë të na nderoj veç kryetari i Forumit Rinor Islam, Dega e Tetovës, Arsim Iseni. Përshëndetje dhe mirë se na erdhët. Përshëndetje dhe mirë se u gjetëm. Ju falenderoj për ftesën. Faleminderit shumë që na keni nderuar, faleminderit për kontributin që jepni për emisionin tonë. Të ndalemi pak te ajo që përmenda unë më herët, bëmirësia. Cili është qëllimi i bëmirësisë në muajin e Ramazanit? Në fakt, çfarë paraqet bëmirësia si vepër? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Të gjitha falënderimet dhe lavdërimet padyshim se i takojnë vetëm Allahut fuqiplot. Salavatet qofshin mbi krijesën më të bukur që shkeli sipërfaqen e tokës, me Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Fillimisht te bamirësia, tash kanë dy pyetje bashkë, por mirë që i kanë ashtu për shkak se bamirësia ka një vlerë të madhe, por sidomos gjatë muajit Ramazanit e ka atë vlerën të shumë fishuar. Pra domethënë ndahet bamirësia jashtë Ramazanit edhe gjatë Ramazanit. Te vlera e bamirësisë ne si besimtar musliman, ashtu siç na mëson Kurani famulate dhe mesazhet apo hadithet profetike janë të qarta për vlerën që ka bamirësia te jeta e besimtarit. Besimtari si besimtar, çdo vepër që e bën, që ka të urdhëruar apo ka farz nga ana Allahu xhaleshanu, e ka atë kënaqësinë, mirë po ka edhe çështjen e urdhrit, do të thonë është e prerë. Ndërsa te bamirësia, Allahu do të thonë na ka treguar se kjo është një vepër e mirë, këto janë dobitë e saj, këto janë ato negativitetet nëse ti nuk e bën këtë vepër kaq të mirë, dhe ajo kënaqësia që bëhet te bamirësia është një kënaqësi e veçantë, domethënë, për shkak se kënaqësi, lehtësim dhe një ngrohtësi shpirtërore ndjen edhe ai që merr kur ti jep diçka apo kur i ndihmon, por edhe ti që ndihmon ndjesh ndoshta edhe më mirë se sa personi që është në anën tjetër. Dhe për këtë edhe hadithet profetike shumë bukur na shpjegojnë, ku thotë transmetohet se ka thënë profeti jon Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, kush e largon një vështirësi, një besimtar, një vëllaut vet besimtar në këtë botë, Allahu xhaleshanu do t'ia lehtësojë ditën e gjykimit. Kush ja lehtëson një bar vëllaut të vet në këtë botë, Allahu do t'ja lehtësoj edhe këtë jetë, edhe jetën tjetër. Kush ja mbulon një tëmet vëllaut të vet në këtë botë, Allahu do t'ja mbulojë tëmetat atij edhe në këtë, edhe në jetën tjetër. Allahu është në ndihmën e robit të tij, që është në ndihmën e vëllaut vet. Domethënë kjo e shpjegon shumë bukur rëndësinë e bamirësisë dhe rëndësinë e të qenurit bamirës. Çfarë vlerë ka te Zoti, por njëkohësisht ka edhe vlerë te njerëzit. Të tjerët. Pastaj edhe në një ajet kuranor Allahu xhaleshanu thot në surën Ar-Rahman ajeti 60, a ka shpërblim tjetër për të mirën përpos së të mirës. Do thonë feedbacki apo ajo reflektimi që e bën bamirësia është se ti ke shpërblime, nuk diskutohet, mirë po edhe kënaqësia dhe mirësia e kësaj bote njëkohësisht kthehet te ti. E krejt këto mirësi të bamirësisë janë jashtë Ramazanit. Brenda Ramazanit është krejt diçka tjetër. Do të thonë vlera e bamirësisë është në një nivel, do të thonë krejt tjetër. Ashtu siç ka thënë edhe pejgamberi selam, po e cekin vetëm një pjesë të hadithit, ku thotë se gjatë muajit të Ramazanit një farz ka vlerën e 70 farzeve, ndërsa një sunet ka vlerën e një farzi. Do të thonë vlera çdo gjë gjatë muajit të Ramazanit ndryshon. Edhe vlera e bamirësisë në muajin e Ramazanit shumë fishohet. Pasi që njihet edhe si i tillë, muaji i bamirësisë. Do të thonë është një vepër shumë e madhe, shumë gjigante, ta themi ashtu, diku i cili e ka dert se çfarë do t'i nxjerr fëmijës për iftar ose për sifir, një prind i cili tër ditën mundohet të nxjerr diçka, një prind i cili edhe pse don Ramazanin, por nuk ka dëshirë të arrijë iftarin. Pse këtë për shkak se nuk ka se çka t'i jep fëmijës vet në sofër, për veten më nuk mendon. Edhe ti si besimtar e ndash një pjesë nga pasuria jote, nga mirësia që ty t'i ka dhënë Zoti dhe ta gëzosh atë prind. Do thonë që heqësh barën në një ditë apo një muaj. Dhe kjo është, do thonë, diçka shumë e madhe. Sigurisht. Kjo është vlera e bamirësisë në pika të shkurta.
Kur përmendim çështjen e bamirësisë, nuk mund të lëm pa përmendur aktivitetet të cilat ju si Forumi Rinor Islami keni realizuar gjatë muajit të Ramazanit. Ashtu siç përmendet që në Ramazan edhe shumëfishohen veprat. Atëherë cilat janë këto aktivitete? Forumi Rinor Islam gjatë muajit të Ramazanit ka pasur disa aktivitete, duke filluar nga aktiviteti i parë që është bërë, domethënë ditët e para fillimit të Ramazanit, një ose dy ditë para është eseja, mikpritja e Ramazanit, apo aktiviteti mirë se erdhe Ramazan, që ka të bëjë me mikpritjen e Ramazanit. Është një aktivitet i cili ka të vlerën e vet, ka të ngrohtësinë e vet, duke qenë se Ramazani lere se kur je në të, kur je duke shijuar Ramazanin e ka të atmosferën e vet, por edhe disa ditë para se të vi, njerëzit fillojnë që të përgatiten për ardhjen e mysafirit më të bekuar që na ka dhënë Zoti, mysafirit të quajtur Ramazan. Dhe ne si Forum Rinor Islam, këtë ngrohtësi, këtë dashuri që sjell Ramazani edhe disa ditë para se të vi, mundohemi që një ose dy ditë para Ramazanit dalim në qytetin e Tetovës. Kjo tashmë është vetë traditë, edhe dihet e njohen edhe njerëzit në qendrën e qytetit të Tetovës dhe shpërndajmë fletushka të ndryshme, shpërndajmë dua të ndryshme që kanë bënë me iftarin dhe syfirin, me muajin e Ramazanit, shpërndajmë hurme që simbolizojnë Ramazanin, janë simboli i Ramazanit, shpërndajmë dhikërmatës që ka qenë risi këtë vit, domethënë për dallim prej viteve tjera, kemi shpërndajë edhe dhikërmatës. Pastaj planer për planet ditore të ibadeteve të ndryshme që i bën një besimtar gjatë muajit të Ramazanit, takvime e kështu me radhë. Ky do të thonë aktiviteti që pas këtij aktiviteti paraprind do të thonë vjen muaji i Ramazanit. Pastaj pasi që hyn Ramazani ka aktivitet tjetër siç është edhe shporta e Ramazanit. Do të thonë kjo është qershia mbitorë të gjitha aktiviteteve që bëhen në muajin e Ramazanit. Po, këto janë disa prej aktiviteteve që... Sigurisht që ka dhe aktivitete tjera, si realizimi edhe i iftareve të përbashkëta me shumë personalitete e kështu me radhë. Por ju përmendet aktivitetin shporta e Ramazanit. Çfarë është shporta e Ramazanit dhe cili është viti i radhës të cilin e realizoni? Shporta e Ramazanit, edhe pse ne si Forum Rinor Islam nuk kemi domethënë organizate të cilat merremi me bamirësi, nuk kemi shoqat humanitare që merremi me bamirësi. Mirë po, si që cekëm, vlera e madhe që ka bamirësia gjatë muajit të Ramazanit dhe i kemi kushtuar rëndësi të veçantë. Forumi Rinor Islam i kushton rëndësi të veçantë shportës së Ramazanit. Është dekada e dytë që pothuajse për 2 dekada Forumi Rinor Islam organizon shportën e Ramazanit dhe është një aktivitet që bëhet në mënyrë që sadopak të gjendemi pranë familjeve të cilat kanë nevojë. Tu lehtësojmë atë barën, tu lehtësojmë pak atë çështjen se iftarit, syfirit e kështu me radhë, që të jemi më pranë popullatës. Zaten kjo është qëllimi i këtij muaji, që të jemi pranë atyre të cilët kanë nevojë për ne. Pastaj shporta e Ramazanit është një aktivitet humanitar që ka të bëjë me shpërndarjen e pakave ushqimore. Pakot kanë brenda materiale ushqimore, higjienike, kështu me radhë, për familjet të cilët kanë nevojë. Grumbullimi i mjeteve bëhet në bashkëpunim me shoqatën apo organizatën humanitare Kalliri i Mirësisë dhe me marketin Ramstor, ku prej ditës së parë të Ramazanit deri ditën e fundit, do të thonë te marketi Ramstor qëndrojnë do të thonë aktivistë të Forumit Rinor Islam, të cilët bëjnë do të thonë tubimin e pakove. E si funksionon kjo? Për shembull, një besimtar i cili ka dëshirë që të ndihmojë një familje, shkon aty te pjesa ku janë të vendosur vendet e posaçme të Forumit Rinor Islam dhe dëshiron që ta blejë një pako, e informon pjesëtarin që aty shkon e paguan një pako është diku te 1500 denar dhe e dorëzon pastaj kur të bëhet një shumë e caktuar e pakove, ato shpërndahen në për vende të ndryshme. Po nëse nuk ka mundësi, për shembull vin dikush i cili nuk ka mundësi të jap 1500 denar për të ndihmuar dikën, atëherë çfarë ndodhen, do të thonë, mlidhen ajo sasi e mjeteve brenda ditës, mlidhen dhe në të njëjtën ditë, do të thonë, në po të njëjtën ditë ato para menjëherë shkojnë te pakot, blihen pakot dhe pastaj shpërndahen. Pjesa e shpërndarjes së pakove në çdo pjesë pothuaj që ne bëjmë shpërndarje, kemi aktivistë të ndryshëm, të cilët i detektojnë apo i njohin familjet të cilët kanë nevojë për ndihmë dhe kur shpërndajmë pakat u dërgojmë familjeve deri në shtëpi, duke u ruajtur plotësisht më thon privatësinë. Pra kjo është çështje brisht dhe ne jemi shumë kujdesshëm që do të thonë mundohemi 100% çdo familje që ndihmohet i ruhet privatësia. Sepse
fundja kjo është ajo që ka shumë rëndësi për një familje, të ndihmohet duke mos e nënvlerësuar apo duke mos e nënçmuar. Dhe privatësia është një ndër pikat më të dobta që shpesh njerëzit preken në këto pika kur ndihmojnë. Ndërsa ne, domethënë, mundohemi të jemi sa më të kujdesshëm që privatësia e çdo familje të ruhet. Dhe këto shporta shpërndahen në qytetin e Tetovës, gjithsesi në komunën e të Arcës, pastaj në komunën e Bogovinës, në pjesën e Dervenit, në malsinë e Tetovës, brenda qytetit e Tetovës, domethënë ku ka nevojë. Dhe këto sport apo ky aktivitet domethënë ka thash gati 2 dekada që realizohet dhe ti thua se çdo vit shtohet nevoja, apo rritet numri i njerëzve të cilët kanë nevojë, mirë po rritet edhe numri i njerëzve të cilët duan që të bëjnë mirë. Dhe ky aktivitet ka luajtur një rol të rëndësishëm për arsye se njerëzit domethënë në këtë muaj të bekuar të Ramazanit, të mund ta imagjinosh domethënë atë që cekën para se një familje e cila ka nevojë dhe ti i dërgon një paketë, e përshëndeten, largohesh, nuk ja cënon privatësinë, jep një buzëqeshje, domethënë buzëqeshja me paketën, domethënë ka një lidhshmëri të madhe që ti vetë personin të cilin e ndihmon, thjesht ja lexon një bar, dhe ai nuk e ka më gale se pa kret dinjoja për një pako, një foto, domethënë është i qetë. Kjo është domethënë sa i përket shportës Ramazanit. Një aktivitet që realizohet shumë vite me radhë, apo jo? Po, për 2 dekada. Për 2 dekada. Të kalojmë pak të flasim për Ramazanin 2025. Ky Ramazan tek Forumi Rinor Islam ka pasur ndonjë veçanti, ndonjë risi, le të themi, që dallon nga Ramazanet e tjera me aktivitete? Te Forumi Rinor Islam çdo vit mundohemi që të ketë diçka risi. Të sillen risi. Dhe këtë vit, si vitet tjera, ka pasur risi një aktivitet që ne e kemi quajtur Eseja Ramazanit. Do thonë, te ne si popull kur flasim për Ramazanin, është muaj madhështor, thamë është muaj i bamirësisë, por është edhe muaj i dijes. Dhe në këtë muaj zbriti libri në të cilën fjala e parë është lexo. Pra, ai qëllimi ynë ishte që të ngjallim pak interesim për lexim dhe për shkrim të rit. Pra, ky aktivitet e Eseja Ramazanit është një aktivitet i cili ka të bëjë me shkrim. Pra, do të thonë, nxënësit e shkollarëve të mesme, gjithsesi është bërë me nxënësit e viteve para dhe nxënësit e viteve dyta. Është shpërndarë, domethënë, ai pjesa e aplikimit online në rrjetet sociale dhe nxënësit të cilët kanë dashur që të marrin pjesë, të aplikojnë dhe ta dërgojnë esejen e tyre, domethënë e kanë dërguar nëpërmjet emailit dhe eseja është kontrolluar nga njerëz, domethënë, adekuat të kësaj lëmie, domethënë nga profesionistë të kësaj lëmie dhe në fund kur ka përfunduar, domethënë, një javë ditë ka qenë e hapur aplikimi, pastaj një javë ditë ka qenë kontrollimi, verifikimi, zgjedhja e atij nxënësi i cili ka shkruar më bukur dhe më mirë. Dhe në fund, domethënë, kemi bërë kur i bëmë iftarin e përbashkët, ashtu siç e bëjmë çdo Ramazan, iftarin e përbashkët me degën në kryesinë qendrore e kështu me radhë, u vendosëm që atë ditë që e patëm iftarin e përbashkët me degën, të shpërndajmë dhuratat. Normalisht qëllimi ishte që të nxisim pak të rinj që të shkruajnë, të shprehin mendimet e veta, të shohim se çfarë mendojnë ata për Ramazanin dhe njëkohësisht ta shprehin në shkrim atë ndjenjen që e kanë që e përjetojnë si nxënës apo shkollar të mesëm për muajin e Ramazanit. Pra ky aktivitet ka qenë si këtë vit risi të Forumi Rinor Islam. Përveç në Ramazan, Forumi Rinor Islam nuk pauzon me aktivitete edhe jashtë muajit të Ramazanit, pra gjatë gjithë vitit. Cilat janë disa nga aktivitetet që mund t'i përmendim që ju i realizoni jashtë muajit të Ramazanit? Forumi Rinor Islam është organizatë e cila merret me organizime apo aktivitete të ndryshme gjatë gjithë vitit. Është vështirë tash t'i dash aktivitetet, po unë do t'i ndaj disa, për shkak se ndonjëherë grumbullon një numër i madh aktivitetesh dhe disa të cilat do t'i veçoja prej aktiviteteve të shumta që bën flas jashtë muajit të bekuar të Ramazanit, në një është Mozaiku Rinor. Pra nga vetë emri, Mozaiku Rinor është një aktivitet i cili ka të bëjë një platformë rinore që ka të bëjë me aftësimin e trive. Do thonë nxënësve të shkollës fillore, klasëve 9-ta, shkollës mesme e kështu me radhë. Do thonë ky projekt në vetë ngërthen 3 aktivitete të tjera apo 3 projekte kryesore, ti quajmë ashtu. Projektet janë Eureka, Incepti dhe Talentiumi. Këto janë 3 projekte që kanë të bëjnë me 3 gjenerata të ndryshme të shkollarëve të mesme dhe shkollës fillore. Tash si funksionon
kjo platformë rinore, si funksionon, do të fillojmë nga e para, domethënë nga Eureka. Eureka si projekt realizohet domethënë në bashkëpunim me drejtoritë e shkollave fillore, gjithsesi apo më saktësisht klasave të 9-ta. Shkollat përzgjedhin domethënë nxënësit të cilët kanë dëshirë të marrin pjesë në këtë projekt, normalisht në bashkëpunim me prindrit, dhe në këtë projekt nxënësit e shkollave të 9-ta vinë për 6 javë në zyrat tona, marrin domethënë bëjnë trajnime të ndryshme dhe pas kësaj periudhe ato vetëm fillojnë një fazë tjetër. Çfarë trajnimesh domethënë bëjnë nxënësit e klasave 9-ta gjatë këtyre 6 javëve që vinë në zyrat tona? Domethënë mbajnë ligjërata të ndryshme nga profesionistë të fushave, sa i përket aspektit për shembull ushqimi i shëndetshëm, si të jetojmë shëndetshëm, si të ruajmë ambientin, domethënë fazat fillestare të edukimit të një shoqërie të shëndoshëm, falni. Dhe gjithë këto organizime që bëjnë këto ligjërata, domethënë nxënësit i kanë pa pagesë, domethënë i kanë free, pa pagesë. Qëllimi kryesor apo ajo që neve na intereson është që një i ri, një nxënës i klasës 9 kur fillon atë fazën e adoleshencës, të jetë i aftë që t'i jap shoqërisë mbrapsht atë që i kërkon. Pastaj vazhdon faza e dytë e projektit apo që është projekti Incept. Projekti Incept është i ngjashëm me projektin Eureka. Dallimi është tema që trajtohet dhe gjenerata në të cilën marrin pjesë. Domethënë këtu te projekti Incept marrin pjesë gjeneratat e vitit të parë dhe të dytë të shkollave të mesme. Trajtohen temat njëjtë, domethënë për 6 javë, vinte në zyrat tona studentët apo nxënësit e shkollave të mesme, realizohen takimet me to, realizohen trajnimet dhe gjatë këtyre 6 javëve ligjërohen temat që janë më të ndjeshme dhe më aktuale në pjesën e shkollës mesme apo në atë moshën 16-17 vjeçare që kanë të bëjnë me bullizimin, duke pasur parasysh se bullizimi i kohëve të fundit është shumë aktual dhe ka ndikuar shumë negativisht në shoqëri, sidomos te gjeneratat e shkollave të mesme. Pastaj për efektet anësore apo efektet e këqija që i kanë lëndët narkotike dhe duhani, pastaj jeta në rrjetet sociale, janë këto tema të cilat shumë kanë prek rinin tonë në këto ditë, sidomos shkollarët e mesëm, dhe mundohemi maksimalisht që të jemi të kujdesshëm, të kujdesemi për ta dhe atë që mundemi t'u japim që të jenë përgatitur për jetën që i pret në shkollat mesme e kështu me radhë në shoqërinë tonë, dhe normalisht t'i përgatisim që nesër kur të rriten bën pjesë e kësaj shoqërie të kontribuojnë në këtë shoqëri. Pastaj projekti tjetër është domethënë projekti i Talentiumit. Ky projekt u dedikohet më vetëse viteve të treta dhe viteve të katra, ato që janë në përfundim të shkollës mesme. Dhe temat që trajtohen në këtë pjesë të këtij projekti janë domethënë për shembull si të shkruash një punim seminarik, si ta shkruash një CV, të folurit me publikun, si të ndash apo t'i vesh një orar kohës tënde. Domethënë ka të bëjnë me pjesën ku ata vetëm fillojnë që të hyjnë atë fazën e ta kalojnë fazën e adoleshencës, në fazën e universitetit, studimeve, në fazën ku kanë më shumë domethënë takim apo janë më në kontakt me botën e jashtme me njerëzit. Domethënë ky është projekti i parë, cilën desha ta ceki për arsye se luan një rol të madh. Domethënë e marrësh një gjenerat prej klasës 9 deri vitin e 4, kujdesesh domethënë i jep dije, aftëson për të ardhmen, aftëson që t'i jap shoqërisë të kontribuojnë shoqëri dhe t'i jap atë që i kërkon mbrapsht. Pra, t'i jap shoqërisë nga vetja e vet. Çdo i ri duhet të aktivizohet që t'i jap të mirat shoqërisë. Pra, çfarë bën Forumi Rinor Islam për 5 vite realisht, prej klasës 9 deri vitin e 4, mban trajnime të ndryshme që ta formojë një të ri, që nesër kur ky i ri të dalë në opinion, kur të marrë ndonjë post apo kur të ketë një rol të madh në shoqëri, të jetë i vetëdijshëm dhe të jetë i aftë që të bashkëpunojë me shoqërinë. Normalisht gjatë realizimit të këtyre projekteve ka edhe aktivitete tjera të ndryshme, punë në grupe, ekskursione, shëtitje të ndryshme, lojra të ndryshme, pastaj aktivitete sportive, futboll, bilesdimnit, kemi pasur edhe trening apo ushtrime për skijim, pastaj ekskursione të ndryshme në kampingje në vendet tona që një pak a shumë kampingjet dimrore në Kodrën e Diellit, pastaj në Mavrove kështu me radhë. Dhe këtë vit risi kemi, domethënë prej këtyre
aktiviteteve që i bëjmë jashta, kemi risi, kemi edhe kampingu veror, që shpresojmë të bëhet diku ka mes i verës në sharin tonë të bukur, inshallah dhe Zoti, me pjesëtarët apo aktivistët e Forumit Rinor Islam, të cilët janë dhe të cilët do të antarësohen në herët tjera. Gjithashtu një tjetër aktivitet që vlen të potencohet është aktiviteti që bëhet me semi-maturantët. Do thonë është një aktivitet i rëndësishëm, një aktivitet shumë i bukur realisht, i cili bëhet duke zgjedhur apo duke dekoruar realisht. Puna jonë si Forum Rinor Islam është dekorimi i maturantëve më të mirë. Tash si bëhet kjo? Çdo shkollë që ne kontaktojmë me të, domethënë bashkëpunim parafisisht diku te mbi 30 shkolla që gjenden në shkolla fillore flasim, dhe kontaktojmë me shkollat fillore. Shkolla e zgjedh nxënësin më të mirë, çdo shkollë e zgjedh nxënësin e vet më të mirë, bëhet një program dhe ne si Forum Rinor Islam i dekorojmë, ju japim mirënjohje në një shpërblim, domethënë motivim për gjeneratat e reja. Dhe kjo është diçka që edhe të rinjt i motivon, po edhe njëkohësisht i bën të ndjenë se kanë vlerë, janë të vlerësuar, se nuk është punë e vogël të zgjidhet një nxënës më i mirë i shkollës apo i vitit, është diçka shumë e madhe. Dhe kjo pra është një aktivitet tjetër të cilin desha ta punojë. Pastaj kemi edhe aktiviteti që bëhet me shpërndarjen e bursave për nxënës, domethënë ne në Tetov kemi parafërsisht rreth 25 nxënës dhe studentë të cilët u shpërndahen bursa rregullisht për një vit akademik shkollor. Këtë vit realisht 2024-2025 vitin akademik të këtij viti kemi 25 në nivel Forumit Rinor Islam Dega Tetov, ndërsa janë diku te mbi 150 që janë në nivel qendror. Pra i kushtohet rëndësi e veçantë aktivitetit, sidomos kësaj pjesës së bursës. Sadopak tu lehtësojmë nxënësve dhe studentëve jetën e studimeve. Gjithashtu gjatë vitit ka dhe programe të ndryshme, organizime të ndryshme, ligjërata dhe tribuna të ndryshme, flas ligjërata që kanë të bëjnë me karakter fetar, po edhe me karakter pedagogjik, kulturor, e kështu me radhë. Do thonë aktivitete të ndryshme, aktivitete sporti, lojra futbolli, do thonë realisht gjithçka që ka të bëjë me rininë dhe ka të bëjë me gjallërinë, mundohemi që të jemi aty dhe të bëjmë aktivitete të ndryshme. Po kur jemi këtu çështja e vlerësimit, me qenë se përmendet aktivitetet, qofshin këto aktivitete brenda apo jashta muajit të Ramazanit, si e vlerësoni ju cili ka qenë aktiviteti që ka lënë ose disa aktivitete që kanë lënë më shumë mbresa, me qenë se kjo pyetje më shumë ndoshta duhet i dedikohet shoqërisë që ka pasur më shumë impakt në shoqëri, po megjithatë që ju vetë keni ndjerë që ka qenë aktiviteti më i vlerësuar në shoqëri dhe që shpresoj shumë të keni arritur atë mirësinë apo sevapin siç quhet ndryshe. Fillimisht ka aktivitetet që Forumi Rinor Islam i bën, domethënë ka kohë që i bën, është bërë vetëm se tradit. Dhe unë para se të jem aktivist apo diçka tjetër kam qenë një banor i thjesht i këtij rrethi që i kam parë aktivitetet e Forumit Rinor Islam dhe nga këndvështrimi im tash po flas edhe nga këndvështrimi i njerëzve që ndëgjoj apo që i kam miq, shokë, familje kështu me radhë, domethënë aktivitete që i veçojnë apo që i karakterizojnë më shumë njerëzit që i pëlqen, një ndër ato është aktiviteti bamirësi sport Ramazan. Do është një aktivitet që edhe për ne ka rëndësi të madhe, por edhe te njerëzit veç se më është i njohur dhe është i veçantë. Pastaj semi-maturantët, pastaj bursat e studentëve, domethënë janë këto aktivitete, por edhe gjithë aktivitetet tjera, të cilat kanë të bëjnë me zhvillimin dhe aftësimin e rinisë, janë aktivitete që shoqëria i pret mirë, por edhe neve na bëjnë të ndjejmë mirë pasi ndjejmë atë se po i japim diçka shoqërisë apo po mundohemi të kontribuojmë në shoqëri. Po. Të flasim edhe pak në pika të shkurta edhe për Forumin Rinor Islam të Tetovës. Si funksionon, sa antar ka, pra sa staf ka, cilat departamente ngërthen në vete e kështu me radhë. Forumi Rinor Islam Dega në Tetov është një deg prej degëve që i ka Forumi Rinor Islam në nivel qendror apo në Maqedoninë e Veriut, dhe normalisht e ka funksionin e vet, i ka antarët e vet, domethënë kryesia e Forumit Rinor Islam përbëhet prej 13 antarëve. Pastaj është kuvendi përbëhet prej 25 antarësh. Kuvendi e zgjedh domethënë kryetarin e ri të degës, pastaj e zgjedh edhe një pjesë të kryesisë
dhe normalisht që kuvendi ka atë rolin e vet, antarët e kryesisë kanë rolin e vet, dhe krejt kjo, domethënë mandati i këtij kuvendi dhe kësaj kryesie shkon për 4 vite. Domethënë zgjatën për 4 vite, pastaj ndrohet normalisht. Dhe momentalisht aktive apo departamentet aktive që janë te Forumi Rinor Islam janë departamenti i edukimit, departamenti për trim, për kulturë dhe zyra për marrëdhënie me publikun. Këto janë domethënë departamente që janë aktive momentalisht te Forumi Rinor Islam. Meqense arsim ju përmendet antarët e Forumit Rinor Islam, a kanë mundësi që të antarësohen antarë të ri që ndoshta kanë interesim për të qenë pjesë e këtij forumi? Po, patjetër. Apo keni numrin e kufizuar? Jo, numri nuk është i kufizuar. Patjetër që dyert e Forumit Rinor Islam janë të hapura për çdo të ri dhe të re që dëshiron të kontribuojë në shoqëri, që dëshiron që të aftësohet dhe të kontribuojë domethënë në shoqëri, dyert janë të hapura. Fillimisht po e marr si shembull se Forumi Rinor Islam ne shpesh e quajmë si familje, për shkak ambientit që ka brenda si organizat. Unë fillimisht kur jam aktivizuar në Forumin Rinor Islam, normal si çdo kush kur shkon diku në një ambient të ri, në një vend të ri, dhe thua se çfarë bëhet këtu, çfarë është kjo. Ke shumë pyetje në kokë që mirë, po te Forumi Rinor Islam shumë shpejt ato pikpyetje që i kisha morën përgjigje. Nuk më dash shumë kohë që të ambientohen, për shkak atmosferës ngrohtë që ka, për shkak sjelljes dhe karakterit që ka çdo aktivist. Më thonë janë të gjithë njerëz të formuar mirë, janë të gjithë njerëz të edukuar dhe të gjithë njerëz që kanë një qëllim të përbashkët. Më thonë, të japim maksimumin ton shoqërisë, të kontribuojmë për shoqërinë dhe për të rinjt. Pra ajo është qëllimi im. Pra një rini e shëndosh, një shoqëri e shëndosh dhe një ardhme e sigurt. Pra të gjithë janë të mirëseardhur. Meqense jeni forum rinor, cilët ishte ai mesazhi juaj për rinin në përgjithësi të vendit tonë? Më thonë, mesazhi që kam për të rinjt është fillimisht ai që e ceka më parë, nëse kemi një rini të shëndosh, kemi edhe një ardhmëri të shëndosh, edhe rinia është shtylla e kësaj shoqërie. Qofse kemi një rini e cila nuk ka kujdes ndaj vetvetes fillimisht, pastaj ndaj tjetrit dhe të tjerëve, atëherë edhe ardhmëria jonë është në pikpyetje. Po nëse kemi një rini e cila është e interesuar për vetveten e vet, pastaj është interesuar për mikun, shokun e vet, kështu më radh është interesuar për shoqërinë, të jap të mirat, të jap maksimumin shoqërisë, normalisht se edhe ardhmja jonë do të jetë shumë më e sigurt dhe shumë më e mirë. Andaj mesazhi im për rinin është që të aftësohen, të zhvillohen sa më shumë dhe të marrin prej shoqërisë për të japin 10 fishin më shumë shoqërisë. Meqense gjitha këto aktivitete që ju i përmendet që i keni realizuar deri më tani, mendoni që të realizoni edhe në të ardhmen, sigurisht që ta beqatoni edhe më shumë me aktivitete Forumin Rinor me risi dhe me veçanti të tjera? Po, patjetër. Me lejen e Zotit mendojmë që aktivitetet që kanë qenë deri sot të vazhdojnë, ndërsa të ketë edhe risi të reja, aktivitete të reja që vazhdimisht jemi krah të rinjve dhe të rejave dhe vazhdimisht të kontribuojmë në shoqëri me aktivitetet tona. Zakonisht shumë ankohemi për pjesën e rinisë në shoqëri, por ja ju si forum, nga jo që shihni me gjitha këto aktivitete që i realizoni, vëreni që kemi një rini të shëndosh, me vullnet dhe me elan. Mjafton që të mbështetet, apo jo? Po, shoqëria të ri tonë realisht kanë nevojë për mbështetje. Ajo që u duhet më shumë është mbështetja, fjala e mirë dhe ndihma. Pra ka shumë të ri që kanë talent, kanë mundësi, por thjesht janë të mbyllur. Të izoluar. Të izoluar. Kanë nevojë për dikon që të thotë po ti mundesh, ti mund ta bësh, ose ta motivojsh, ose ti thuash një fjalë të mirë, ose ti thuash eja bënë këtë punë, besoj se mund ta bësh. Më thonë kemi një rini jashtëzakonisht zhvilluar, jashtëzakonisht të aftë, por ju duhet motivim. Ju duhet maksimalisht motivim. Dhe ne duhet mundohemi maksimalisht çdo të riu të japim motiv, të japim lirinë, ta veprojë atë që ai e dëshiron. Pra për t'i dhënë shoqërisë kontribut në sfera të ndryshme dhe në lëmi të ndryshme. Pra kjo është rinia jonë, shoqëria jonë. Dhe një fjali për në fund, meqense jeni zgjedhur edhe si kryetari Forumit Rinor Islam Dega e Tetovës, ky post për juve është përgjegjësi, është nder, është privilegj, si e shihni personalisht? Po fillimisht e shoh si sprov, pasi që njeriu kur jepet në një post apo diçka, është sprovë e madhe dhe është nder është nder është kënaqësi dhe por është edhe angazhim.
më thonë, duhet të japim maksimumin që të japim hakun, ta them ashtu, këtij posti që na ka mundësu Zoti ta kemi dhe që ma kanë besu shokët dhe kolegët, dhe është nder, por është edhe përgjegjësi. Duke pasur parasysh bashkëpunimin tuaj që keni, elanin tuaj dhe shumë të rinjeve të këtij forumi, jam shumë e sigurt që sukseset nuk do të mungojnë. Ju falenderojmë shumë që ishi pjesë e emisionit ton. Faleminderit për kontributin. Faleminderit edhe juve për ftesën. Zoti ju shpërblet. Amin, faleminderit. Të nderuar shikues, ishte kjo pjesa me personalitetin e ditës. Ju vazhdoni qëndroni dhe më tutje me ne, do të rikthehemi vetëm pas pak.